Vendimi i Këshillit të Përgjithshëm të BE-s mbi Shqipërinë u mirëprit nga presidenti i Parlamentit Evropian Gianni Pittella dhe kreu i deritanishëm i delegacionit për Ballkanin Eduard Kukan. Është një gur kilometrik në rrugën drejt antarësimit eventual në BE, shprehet presidenti në detyrë Pittella. Sipas tij, statusi njeh progresin e Shqipërisë në reforma, rolin e saj konstruktiv në rajon dhe vendosmërinë e qeverisë për agjendën europiane. Shpresoj se ai do të ndihmojë për të ngritur urën mbi ndarësitë e thella ndërmjet forcave politike që shpesh pengojnë progresin e vendit, thuhet në njoftimin për shtyp të eurodeputetit italian. Reformat ia vlen të ndiqen për të mirën e qytetarëve dhe jo vetëm për hir të BE-s, ndaj inkurajoi Shqipërinë në përpjekjet këmbgulse për shtrënjosjen e korrupsionit, krimit të organizuar, forcimin e gjyqësorit dhe për vazhdimin e modernizimit të ekonomisë, që përbëjnë dhe sfidat kryesore për vendin, përfundon qëndrimi i socialdemokratit Pittella. Ndërkohë që për të djathin Eduard Kukan vendimi vjen në çastin e duhur, Shqipëria ka bërë përpjekje domethënëse për të arritur statusin dhe BE nevojitet të qëndrojë besueshme në procesin e integrimit, thuhet në deklaratën për shtyp të zyrës së Kukan. Dua të përgëzoj qeverinë shqiptare për progresin e bërë mbi agjendën e BE-s. Vitet e shkuara treguan se një përparim i tillë është i mundur vetëm me përpjekje të përbashkëta të gjithë aktorëve politik, shprehet eurodeputeti i rizgjedhur slovak, duke inkurajuar të gjithë politikanët shqiptarë që të fokusohen tek reformat kyçe. Vendimi duhet të jetë një inkurajim jo vetëm për Shqipërinë, por për të gjithë rajonin. Procesi integrues është kërkues, sidoqoftë kur përpjekjet bëhen, ato sjellin rezultate, shprehet kryetari i deritanishëm i delegacionit për Ballkanin në Parlamentin Evropian. Arta Tozaj, Top Channel, Bruxelles.